Jordan and Friends. Shëndriti ka thënë që Mendoj që nuk është lojë, mendoj që Rogerti është njësoj si brenda dhe jashtë. dhe jashtë vazhdon ta kesh atë mendim? Kujdes sa thua për Rogertin. Jo, as pak. Se je avokati i djallit ti? Unë jam një nga pëlqyesit e tij Mirë shumë. në atë lojë. Çfarë ka bërë Rogerti jashtë që më na dëshmu të kundërtën? Jo, isha po të bëja unë një pyetje Kur pse e ke thënë. Vazhdon të mendosh një Kur gjë gjafa. domethënë. Jo, unë mendoj që është përderisa brenda ne kemi përjetuar një Rogert sulmus, atakus. Jashtë nuk kemi të nejtë me to për me apo realitetin e jetës së tij. Nuk kom po naj deklarat. Ka bërë shumë gjëra, ka bërë reklama, ka pas bashkëpunime, ka bërë 2 këngë. Po ai tha që nuk e ndjek, kështu që Po, ama nëse ka bo edhe krejt këto nuk tregojnë për personalitetin, se edhe unë kom bo reklama, kom bo kështu, po ideja për me njoft sa vulgar mundesh me qenë, si që shke qenë brenda shtëpisë, nuk kemi pas mundësi me pa. Pësho që i ka hi muzikës. Pa, kishte bërë një këngë Te me Ronaldo thash, besoj që i ka bo shumë për show atë parën. Kjo e dyta me Labinotin. Ishte më rënd se Shumë pak e kom dëgju, kështu në për Reelsa, jo kështu me hy edhe me dëgju këtë këngën. Unë mendoj që edhe unë në Reelsa në fakt e pash se që kishte një as soon as possible qenalet prej qësaj muzikës, një ndoshta pak i shkon si çuditshëm. i shkon shumë ide e mirë mu kyç në profesionin e tij, gazetar. Ndoshta Kur more? Kur tash nëse është strateg në lojë, le të jetë strateg në jetë. Cili ishte lajmi tjetër? Atëherë ka thënë Sa lajme ke bërë dhe ti? gjesti më i Bomba fortë se ke nxjerr. Selin. Ha. Unë nuk do ta thoya kur për shoqen time të ngushtë të Çfarë ta Selin çdo që të pasi ti ndodhte. bëre këtë deklaratë? Sepse ka pasur një audiencë të frikshme, thot Gjesti. Shiko, është diçka që nuk mohohet, unë mendoj. Për shkak të natyrës së zhvillimit të formatit nga Gjesti. Domethënë ai hyre në një platformë në Kosovë, erdhe në Shqipëri, jetëgjatësia e të qenurit izoluar, Zemrat që mori, dinamikat me secilin banor, domethënë i ka pas të ndryshme, të veçanta, të ndara. Tash, unë jam shumë realist. Selin në Big Brother VIP Albania 5 ka qenë më e forta. Dinamikat e Selin kanë qenë që edhe ne sot e flasim krejt nga dita një, domethënë ka qenë një njëjti narracion i luftës. Me Rogertin e ka pas narracionin e luftës ndryshe, me Mirin e ka pas ndryshe, por e gjithë shtëpia është investu te Selin. tek Selin, Ndërkohë që Gjesti është investuar te secili banor me ato ngacmimet e veta, tij, me provokimet humorin. e tij. Kështu që për mua pa dyshim që janë diçka të pakrahasueshme. Selin e kupton, kjo nuk është diçka kur të është një garë, Gjesti, Selin, Lueze, këto All Stars, Do jesh në All kush Stars? është. Nëse më bët ftesa, po mëre, unë edhe në 6 që tash kisha hi. Lajmi i Ti dhe radhës, Sabiani? Të pandashëm. lajmi i radhës është shëndriti, sa dua shumë të prezantoj Big Brother Fan Club 6. Ha njerë. Ku ka dollë ky lajm? Jo, këtë e thash unë, por Se shkon ide e keqe. Nuk i shkon ide e keqe. se po e shikoj tani, neve kjo është tavolina e manifestimit të dish një. Çfarë themi këtu ne bëhet. E kam dëgjuar shumë shpesh te Jonida, bile Jonida ka thënë që kjo tavolina. të ngrë studio. Kjo studio në fakt është shumë ogur mirë. Shiko, unë mendoj për dëshirat e të ftuarve. Big Brother Fan Club Do ishte ndryshe me një mashkull. duhet të udhëhiqet nga një djalë. 6. 6 se Ka tash ardhur momenti thua. Po ka ardhur momenti, edhe uroj që të bëhet, se fort më kishte pëlqyer. Okej. Ta urojmë me E lam energjinë. Se kam unë atë magjinë tem. Po s'kemi ujë pishine. Ska, po. Niko shkon atje, na bën ujë se në shizon top e Po, edhe ju asjell këtë gjë. Kemi ujë Ose shkojnë në pishine. shizon top edhe. Ke pasur situata shumë të bukura. Edhe humor plot, edhe histori. Shumë kom pas, edhe jam kënaq se kur i bëjsh ato, edhe i merrshin qas shumë seriozisht. Unë veç dhezna ma shumë. Me Juelën ke folur më pas? Me Juelën një herë më ka shkruajt në WhatsApp, edhe më ka lyp bileta për
te Fifi mos gaboj. Ja lesin? Jo, veç që thash që linkun që të mundesh me blej. Sa i ke... Po jo, tash unë nuk më i me... Po i nuk është shpërndarës biletash Po tani. mirë, bre se ishin shok në Big Brother. Jo, nuk ishin daq. No. Nuk ishin daq. Do ta bëj zemrën burr. Me Juelën po, me Rogertën jo. Okej. Okej, tani. Rogerta e kisha harruar. Unë do nxjerr një sekret. Ti ke qenë brenda shtëpisë dhe Niko ka qenë në këtë studio dhe ne komentonim gjërat që ndodhin në Big Brother. Hajde Niko, inshallah s'ke fol na i thënë. Po diskutonim për historitë tuaja, historitë e vështira që treguat. Ja kam thënë tek festa e Top Albania. Jo. T'ja themi dhe dëgjuesve tani. Pra, po diskutonin për historitë tuaja të vështira që keni kaluar në jetë dhe unë me thënë të drejtën e kam postuar edhe në Instagram, e thash edhe në transmetim që historia jote në fakt më ka prekur jashtëmase shumë. Edhe e kam përjetuar. Në momentin që unë po e diskutoja në studio, ky zotria tha, jo, bre, nuk është një histori shumë. Nuk është dramë, thash, se për shembull drama për mua është tregova një histori dramatike që unë kisha përjetuar shtatorin e kaluar. Ndoshta ka të bëjë me faktin, edhe që Niko i do shumë qenë dhe ku diun, nuk e di, me këtë e lidha. Po thash drama ime, ashtu dramën e shndritit. Kjo ka qenë e vërteta. Unë kafsht shumë, edhe e kuptoj që është mundet Niko me perceptu, se më herët të spjegova një farë pjesë se dikush i percepton një sheh, i dëgjon, nuk i jeton. Po jo duke i përjetuar. Unë kam jetu që ato edhe normalisht për mu ka qenë ndryshe, për dëgjuesit mundet me qenë një diçka e thjesht, edhe nuk është që s'ka problem, gjithkush mund me mendu diçka. Se në atë moment unë thjesht isha kështu, ajo është historia imja, s'do të thotë që tash duheni të gjithë të emocionohen apo po. Të thoni wow, çka ke përjetu. Dikush e gjen vetën, dikush nuk e gjen, dikush e merr si mesazh, dikush vetëdijsim, civilizim që duhet me fol, diçka e tillë. Unë këta unë mendoj që në shoqëri tonë, ku jemi tash, na kemi një rol shumë të madh në qoftë se ndryshimet fillojnë nga ne për me fol detaje të cilat njerëzit e tjerë druhen me i thonë publikisht. Ndoshta është një histori shumë e thjeshtë për dikën, po për dikën mund të më kanë një dritë që unë kur kam dalë, kur i kam lexuar mesazhet që sa shumë njerëz kanë pas histori të ngjashme, unë jam shoku se thësha wow. Duhet të jetë dikush që të ngrej zërin, dhe në fakt ti ke dhënë mesazhe shumë forta në këtë pikë. Ka storje, domethënë video, njerëzit që janë link me storyen tëme dhe kanë dalë dhe kanë fol histori të veta. Unë jam gëzuar shumë. Domethënë që e kum bëni njëri me marr, me vendos telefonin e me tregu historinë. Dhe gjej guximin për treguar dhe për të folur. Edhe për mua është fitore një farë forme në aspektin e vetëdijsimit shoqëror, sepse tash ai person që e ka bërë video, ndoshta dikush nga ai person do të motivohet të jetë, sepse ndikon në mental health, në shëndetin tonë mendor gjithsesi. Unë atë pasdite që thash u gjykova shumë se kemi qenë 4 këtu dhe u gjykova nga të 3 dhe isha i vetmi që thash, okay, në raste të tilla mendoj që njerëzit duhet të punojnë duhet të punojnë me frikrat e tyre, frikrat ose traumat, se mbasi ti e ke kaluar si frika njerëzit mund ta ka kaluar në traumë dhe kanë sikletosën, trëmben. Në këtë gjë e justifikova që je i rritur mjaftueshëm që mund të punosh me këtë gjë, se ka edhe gjëra të tjera apo histori të tjera që njerëzit e kanë të pamundur fare të punojnë se nuk ekziston personi tjetër që të patjetër. Siç preja unë dramën time që thash për mua dramë është kur humba babain, nuk e punoj dot këtë gjë me veten time se kupton. Në këtë aspekt. Tash, po këtë këtu tjetuarit e secilit prej neve mundën me qenë shumë për dikon mundën me qenë shumë light, për dikon mund me qenë shumë. Unë jam peshk, edhe thonë që peshqit janë më të ndjeshëm si natyra. Unë jam peshore. Më keq se ty jam. Varet çore ke. Jo, jam binjak, po thua peshqit janë dhe në një botë paralele, janë çik më emocional si tipa, janë i përjetojnë trefish edhe qyshe përjeton se çore unë kam kajt një para një javë, para me një veturë shkeli një mace. Edhe unë shumë u preka, kupton se unë jam i ndjeshëm në këtë rast se i du kafsh, nuk është se jam as heke këtu, a din? I du, më pëlqejnë edhe
kaq, por që ka edhe histori të cilat ka zakon Jonida, do të hapi drama këtu. Jo, thjesht e pyeta sepse pak më parë ju prekët një tjetër temë të tipit njerëz që nuk të kishin folur me vite, u kujtuan më në fund që tani ti je ndriti i Big Brother, njerëzit e kanë njohur, ja ideali që pati guxim të flas, të jap mesazhe të bukura, të jap forcë dhe dikujt tjetër që mund të ketë kaluar të njëjtën histori. Por këta fëmijët e vegjël ke pasur më kontakt pra këta bullizuesit që ty të kanë bërë të mos e shijosh atë siç duhet atë 10 vjetorin tënd që ishte në këtë fazë. Më jep emrat mua. Si dhunë. Çfarë bëhet me këta? Domethënë se njëri prej tyre është i burgosur. Makes sense. Tjetri jeton jashtë. Edhe njëri prej tyre punon në një bar, kafeteri, si kamarier në Prizren. Unë nuk kam të bëj ma me jetët e patjetër që po. Edhe adin thjesht nuk ekzistojnë ma. Pavarësisht që nështë ka pas tentativat përshëndetjes. Por jo, më fal. No. Asnjëherë. E kuptoj. Po edhe nuk qëra unë jam një person që pritshmëritë i kam gjithmonë në zero, asnjëherë nuk jetoj me pritshmëri dhe tash më bën një bisedë shumë konstruktive me juve jashtë atje kena më bëu diçka ose edhe tash më shkuune me pritshmëritë mi pas gjithmonë. Jo, unë pritshmëritë i kam edhe për njerëzit, edhe për planet, edhe për gjithçka i vendos në zero, se jetoj shumë aqet. Edhe më vinë gjanat pak ma mirë se sa kur i stërmendoj, i overthink çka nëse bëhet, çka nëse s'bëhet. Edhe unë çka i këshilloj njerëzit është që në jetë nuk duhesh kur ma me mendu për çka ka kalu ose për çka ka me ardhur. Duhesh me jetu tashmen, pa tjetër duhesh me qenë i fokusuar në krijimin e vetës, unit tënd të brendshëm, që bë mirë, gjen mirë, bën keq, gjen keq, karma ekziston. Kështu që nëse unë punoj për veten time, unë manifestoj gjana për karrierën time, ato kanë me ndodhë, se s'ka rrugë dalje tjetër. Jam shumë e lumtur që e kështu, më vjen shumë mirë. Unë kam punu shumë me veten, edhe se nashta dikush mundet më thonë letë ka me thonë, unë e di çka është stigmatizimi jashtë atje, po flas për njerëzit që na ndjekin. Është shumë e lehtë me stigmatizu, me paragjiku, po ajo thjesht mbetet e jotja, nuk është e imja, nuk është ajo që t'ja thua imja. Edhe ja prandaj më ka pëlqyer edhe Big Brother, ka qenë shumë vetvetja. Në edhe në gjëra dhe kur fliste me nerva dhe kur gjërat fani që thosh, ishte vetvetja, jo i stisur, jo i kamufluar. Më vjen shumë mirë se të njëjtën koment nga e marr nga shumë njerëz edhe gëzohem, realisht gëzohem. Të njëja dhe nga jashtë dhe kisha frikën që mbase do strukesh pak me gjithë situatat që ndodhen, por ty kjo gjë nuk të ndaloj që të bësh lojën tënde, të krijosh armiqësi, po edhe të krijosh një fanbase shumë të madh nga jashtë, që se ka njerëz që kanë ndjekur dhe kanë pëlqyer shumë për atë gjë. Isha ai djali pozitiv që ishte totalisht kundra gjithë rrymës dhe i shkëputur nga ato historitë dhe dramat aty. E vërtet. Tani ne jemi në Top Albania Radio, por ti po ashtu që Niko nuk e përmendi, ke bërë edhe një tjetër deklaratë që Top Channel është ndreu të më e madhe, vazhdon të jetë dhe çfarë do ndodh? Sa i përket karrierës. Kosova për Shqipëri. Kjo tavolina. Kosova për Shqipëri. Unë mendoj që Top Channel mbetet media më e madhe shqiptare, shqipfolse, se me vlera shikueshmëri e gjana kalon edhe mediat e Ballkanit edhe më tepër, por normalisht unë si një gazetar i ri, nuk jam gazetar i një kohë të shkuar, jam në hapat e mi të parë ende, edhe pa dyshim që secili prej njerëzve që aspirojnë për me kriju diçka e kërkojnë më të mirën. Edhe për mu mbetet më e mira, për mu mediat në Kosovë, e kom thonë të Ronaldo, kanë problem me zhvillimin e produksionit. Do me thonë, me kriju një produksion që merret me një program të veçantë. Sa unë e kom kriju emisione, programe, po kam qenë autor, kam qenë producent, do me thonë kam ba 5 në 1. Nuk ishe staff edhe jo 5 në 1, po e thamë shumë me modesti. Më modesti, kam patur. Se Niko ka punu në Kosovë, ka pas një eksperiencë, krejt tjetër. Por, unë i kom kalu 5 vite në media atje, edhe
e kom pa që shpunohet në Top Channel, edhe kush nuk e kish dëshiru. A shumë, nëse unë e thami jo, unë gënjej, sepse mendoj që edhe në Kosovë shumë gazetar, mos tam krejtash, e kanë ëndër me ardhur në Top Channel. Edhe e vërtet është. Le ta pranojnë ose mos ta pranojnë, unë e di që kjo është politika. Po, është vërtet një punë kolosale, secili ka detyrat e tij. Mos harrojmë sepse pa i nënçmu ose neglizhu është sistemi i punës që bëhet atje. Uroj që të përditësohen në zhvillim të diçkaje pak më relevante edhe për publikun, po edhe për punonjësit, se nëse ti e zhvillon profesionin tënd gazetarisë, zhvilloje të gazetarisë, domethënë, ose zhvilloje profesionin e regjisorit. Duke qenë vetëm regjisor. Po pra, jo 100 punë. Sepse bëhet shumë më mirë. Bëhet shumë më mirë. Je shumë efikas edhe më. Patjetër. Produkti final del shumë i bukur. Produkti final është më i bukur normalisht. Sepse ne këtu jemi përfshirë të tre në bisedë dhe duke qenë se jemi drejt fundit të Pardon My French, Nikos do t'i lë. Ta pyes vetëm diçka, i ke rritur çmimet tani mbas Big Brotherit? Çmimet e bashkëpunimit. Normal. Sa? Realisht nuk është që kom pas në i farë kontrate për me zbatu çmimin që kom prit. Por që normalisht bashkëpunimet ndryshojnë për shkak se ka ndryshu edhe audienca, ka ndryshu tregu, rriçin e ke më të lartë. Zgjerimi i njerëzve që na ndjekin me Selinën si po shkon, keni folur se shndriti është në Tiranë edhe për një tjetër arsye që ndodh pas nesër. Me Selinën po kom fol sot. Kom fol me Kret, kom fol se Bajram, kom fol me Gretën, Selinën, Mateon, Brikenën, Gimbon. Selina është në Kosovë. Kena pas bile bashkë me ardhë, po dëllën do punë tjera. Edhe erdha on. Çfarë punës na tregon? Po vendosën me ne. Kush e kishte marrë në sysh? Nuk e di, është pak me grip, po i kalon. Tani do e themi pse je për një tjetër motiv në Tiranë, pavarësisht se erdhe që sot për programin, apo e ke të ndaluar? Se di, do ta shohim në një videoklip. Në një videoklip të një artiste shumë të madhe që së fundi ka bërë Dolin e nxorrën. Po jo, nuk tham artiste. Do jetë në një videoklip që mezi po e presim, edhe ne urojmë me gjithë zemër që edhe unë mezi po pres me përjetuesit që më kanë kurrë me një videoklip. Nuk do ta quaja figurant, do ta quaja aktor aty. Po, edhe aktron aty. Ke aktruar te Bigu ti? Jo, asnjëherë. Po aktor, ke parë duke aktruar vërtet? Patjetër. Do jemi Miri. O zot, më ngacmoni. Miri, plot ka pas. Aden është se çore, Miri ka aktruar në disa momente, se tash shkojnë. Ka aktruar në disa momente kur është dashur me mbrojt vetën. A kupton? Që se aty duhesh me luftu për veten, edhe i kuptoj nëse dikush aktron për të dalë i pastër. Okej, atë ngënjesht atë bardha, por që vetën pjesë të aktrimit dhe pastaj bëjmë pjesë e narrativës qëndrimit aty. Edhe stimo nuk i kthem mbrapa, duhesh me mbaj. Do ta vazhdosh narrativën për thua. Prandaj mendon se Prandaj mendon se nuk e mori çmimin e parë, se ka qenë nga deklarata që Miri nuk e mori çmimin e parë sepse ndryshonte shumë shpesh opinion. Pra thoshte një herë këtë gjë që Jonida është shumë e mirë, pastaj thoshte jo, Jonida nuk. Për Selin ka qenë si deklaratë. Unë i kom thonë Mirit në shtëpi se pavarësisht opinionit tem kritik, duhet me qenë shumë po mënoj të aftë për me kuptu një opinion kritik, nuk është kjo fshari ofendim. Unë mendoj, e i kom thonë edhe brenda shtëpis, ti nuk e ke fitu Bigun për shkak ti kishe mujt me fitu Big Brother në momentin që ka ardhë mami Selinës, edhe veç të shequ stop, unë po du me dalë jashtë, me talku atë zonjë, edhe me i kërku falje. Ta kish bëha qatë gjest, unë besoj që publiku ish këthy krejt të mire, po. A i zgjodhi me thënë, ta është do një mja dhanë Selinit, okay. Ndrit strategu. Jo, më pëlqen si gjë, më pëlqen si gjë. Logjika që kishte ndodhur, besom që të kishte ndodhur
Ose do ekzistonte Rogerti në ato momente, fenomeni. Ua, fenomeni në lërë ha tani. Por ajo. Se jemi edhe në fund të kësaj bisede. Është ndrit shumë faleminderit. Je shumë i mirë, shumë mirënjohës. Shumë ju dua dhe jeni tepër të mirë. O zot, sa po mrihet hala. Je i mirëpritur kur të duash, të jesh co-host me ne. Patjetër. Kur doni. Kur ti jesh në Tiranë, mund ta bëjmë prezantimin që nga fillimi i programit, por me rubrikat që kemi ne do jesh bashkëprezantues. Nëse ke dëshirë, mund të na bashkohesh kur të vish në Tiranë. Book me on. Je i bukuar. Mërkurën tjetër këtu ora 6:08. Jemi në fund të Pardon My French. By the way, edhe një diçka tjetër. Pardon My French duhet më konë shumë më shpesh. Jo vesh një javë. Unë e përcjelli. Mendoj që duhet pak më shpesh. Ta bëjmë më shpesh thua. E thante kjo tavolina. 2 herë në javë. Faleminderit që na ndoqët nëpërmjet të Albania Radios, por edhe kanalit 10 në digital. Shihemi dhe dëgjohemi të mërkurën tjetër. Ciao.